Më kupton? Ishte fakti që unë mund të bëj çfarë të dua dhe askush nuk duhet të merret me mua, sepse unë jam i votuar. Shiko, parlamenti, që është organi më i lartë legjislativ, përcakton ligje. Vendos kush janë ligjet. Për të zbatuar ligjin nuk është parlamenti. Nuk e zbaton ligjin parlamenti. Jo, janë institucione tjera, kështu funksionon loja. Ligjet që i ka miratuar parlamenti i zbatojnë organet tjera, sepse check and balance të ka. Çka do të thotë që përpara organeve që përgjigjen për zbatimin e ligjit, kryeministri është një lloj si gjithë tjerët. Nëse kryeministri ka drejt të takohet me të gjithë, apo të bëj çfarë doj, edhe ne tjerë duhet ta kemi të drejtë, apo jo? Kush është ky që merr përsipër për të përcaktuar, për të marrë rolin e gjykatësit? Për të përcaktuar nëse ajo që po bën apo që kanë bërë bashkëpunëtorët e vet është ligjshme apo e paligjshme. Nuk e ka tagrin. Nuk e ka tagrin as kryeministri, as parlamenti, asgjë. Ata përballë organeve që përgjigjen për zbatimin e ligjit, e kemi vënë në ligj, ata vetë kanë vënë. Ama kur e kanë shkruar ligjin, kanë mbaruar punën e tyre aty. E shkruajnë në ligjin, mbaroi, ik, të riqu. Sepse tani edhe të tjerët që do ta ekzekutojnë këtë ligj që ke shkruar. Po tha dhe diçka tjetër. Para tyre, që do të hym dhe do të kryeministri është një lloj si gjithë tjerët. Po. Nuk ka asnjë lloj. Po për çfarë sinjalizoi për sistemin e drejtësisë? Nuk ka asnjë lloj merite. Ai u përpoj të shantazhonte dje sistemin e drejtësisë, po, nëpërmjet duke ju prerë kompetencat, pra ai diskutimi që bëri për çështjen e shpëtorimit detyrës, ajo është me shpëtuar që të gjithë. Sepse në fillim fare, çfarë vjen? Shpërdorim detyrës është gjëja e parë fare që vjen tre në çdo vepër penale. Në çdo vepër penale, gjëja e parë që ti e ke ashiqare të qartë është shpërdorim detyrës. Më kupton? Por jo vetëm kjo. Edhe përpjekja për të luajtur me narrativën. Për shembull, diminuimi i peshës së veprave penale. Erion Velia nuk është aty se ka firmosur një gjë. Jo, Erion Velia është aty vetëm për firmosje nuk është aty. Është për shumë gjëra tjera, vetëm për firmosje nuk është aty. Që ka firmosur. Erion Velia është për pastrim parash, Erion Velia është për shpërdorim detyre, Erion Velia është për korrupsion. Janë 13 akuza. Ti s'mund thuash, jo po e kanë lënë bashkinë pa kryebashkiak, e kanë lënë qytetin pa drejtues, sepse ka firmosur diçka të jo. Por atributi që jep vetes për ta gjykuar këtë gjë, domethënë kush je ti, ti nuk je gjykatës.